Sonte do të kemi disa rrëfime të forta, rrëfime që në dukje janë të ndryshme nga njëra tjetra, por ajo çfarë i bën bashk është drama dhe dhimbja e skajshme që ka kaluar secila prej tyre. Historia e parë për sonte është historia e Fridës, një histori e cila vjen me një rrëfim dhimbjeje për një provë ekstreme mbijetese. Një gruaj që ka parë vajzën e saj mes jetës dhe vdekjes, që ka hyrë 2 herë në sallën e operacionit për ndërhyrje në kokë, që ka kaluar net pa gjumë, halucinacione, depresion dhe sërish është ringritur. Dhe më pas, bashkëshorti saj pëson një goditje në tru me pak shanse për t'je dalë. Ajo është vetëm 35 vjeç. Frida? Mirëmbrëma Jona, mirëmbrëma Elona. Mirëmbrëma, mirë se vjen në seancën e parë. Frida ti ke rrëfyer për redaksin e seanca e parë, një histori tejet të dimshme. Por më trego pak për fillimet e jetës tënde, si ishin? Si një prallë e bukur që do doja mos mbaronte asnjëherë, që do doja të jepja të paktën gjysmën asaj që prindrit e mi më kanë dhënë mua si me bija. Jam rritur në një familje veriore, ku gjithmonë ishte në zëri, forca, dora vajzës, gruas, ku gjithmonë jemi mësuar që në jetë një grua mund t'jetë dalë dhe duhet t'jetë dalë. Gjërë në 18-at e mia, kam patur gjithçka dhe asgjë. Kam patur gjithçka që më ka bërë jetën shumë bukur, dhe asgjë që më ka shqetësuar. E më pas, fillon dashuritë e para. Një dashuri, një marrëdhënie e destinuar për të përfunduar që në gjenezat e saj. Në çfarë moshe, Frida? Dhe jam shumë e re. Fillojmë shumë e re, 16 vjeç. 16 vjeç. Martohem 18 dhe divorcohem 20. Aso kohë jetoja në një nga vendet më të bukura të botës, por që unë e kam njohur vetëm nga revistat. Aso kohë nuk e pash kurrë. U mbylla brenda një kafazi diku në një lagje të errët, të zymt. Po pse çfarë nuk funksiononte në këtë martesë, Frida? Çfarë e bëri atë që të përfundoi? Asgjë nuk funksiononte. Duhet mendoja si çdonte ai. Njoha të gjitha ngjyrat e skamjes, të dhunës, të egërsisë, forcës kafshërore mashkullore. Gjëra së kohë i kisha parë vetëm në filma, telenovelat e frikshme turke apo në libra. Mendoj se ja kam dalë, ose më kisha mbështetjen e familjes time, prindërve të mi, vllajtin dhe pse ishte më i vogël. Në momentin e parë që ata morën vesh shqetësimet e para paçka se si ishin në dieni të plotë të tyre, ata më rikthyen përsëri në gjirin e tyre dhe më ndihmuan. Ne isha vetëm 20 vjeç kur riktheva tek prindrit e mi, pa shkollë, pa punë, pa një gjuhë të huaj, dhe pse jetoja jashtë, sepse isha mbyllur brenda, pa asgjë. Nga kjo martesë nuk pati fëmijë, Frida, apo jo? Fatmirësisht nuk pat. E kuptoj. Se ndoshta do ishte diçka që të mbante lidhur me një njeri që nuk do doja të kisha asnjë kontakt në jetën time. Dhe për fatin tënd të mirë në këtë histori kaq të zymt, patë mbështetjen e familjes tënde. U riktheve në Tiranë për t'ja nisur nga zero, ja? Çfarë ndodhi me ty asaj kohe? Nëse shoqjet e mia duhej të ecnin me një javë normal, mua më duhej të vrepoja. Gjëja e parë që doja ishte të studioja. Ndërroja të bësha një gazetare e madhe e kronikës së zezë. Dhe për këtë arsye zgjodha të studioj për gjuletërsi. Filloj studimet në stadin part-time, në vitin e parë dhe në vitin e dytë për shkak të rezultateve kaloj në sistem dita. Isha më e madhe e klasës në vitin e dytë dhe më e vogla në vitin e parë. E çuditshme. Mbaroj studimet për gjuletërsi dhe masterin për gazetari. Diçka ndryshoi në familjen time, filloi dhe punë në të njëjtën kohë. Punoja në një call center ku më besuan pozicione shumë të mira njëri pas tjetrit, dhe të ardhurat ishin shumë të mira. Dhe disa ndryshime në familjen time që nuk më lejuan aso kohë të futesha në botën e gazetarisë të kronikës. Të ndiqë ëndrrën tënde. Atë që por nuk jam as pak pishman. Ka qenë periudha kur njohë bashkëshortin aktual? Njohë bashkëshortin tim, po. Njohë djalin që kisha projektuar në gjithë jetën time. Ditët kuptoj natyrën time, nuk kërkoj kur ta privoj atë. Nëse dora ti është ngritur mbi mua, është ngritur vetëm për të bërë gdhelur, jo për të goditur, siç ndodhi në rastin e parë. Dhe nisi kështu familjen tënde të ëndrave. Disa muaj më vonë,
kuptoj që jam shtatzane në jetën time, vjen vajza ime, bekimi më i madh i jetës time. Një ëngjëll fëmijë, një ëngjëll burr, një rreth familjar të qetë. Bënim jetën që donim, punonim fort për të bërë atë jetë që ne donim. Nuk isha menduar kurrë që bota do të më kthej përmbys. Çfarë ndodhi, Frida? Disa vite më parë, më filloi të kishte disa dhimbje të çuditshme. Shkojmë për të bërë një ekzaminim. Doktori më drejton drejt urgjencës me njëherë. Më thot, uroj t'jem duke gabuar, doktori që ekzaminoi. Gjithçka unë shoh në çojnë për diçka malinje. Sa vjeç ishte vajza? Në spital, urgjencë. Vajza ishte rreth 6 vjeç. Na drejtoi në repartin më të vështirë, më të rëndë, më të dhimbshëm, atë të onkologjikut në pediatri. Imagjinoj Për rreth një muaj. dhimbjen. Doktorët më thonë në çdo moment që arritën atë fiksa në mua dhe ditët e jetës së vajzës time. Unë vetëm diçka kërkoja nga Zoti. Të jete gjithë sëmundjet e botës në trupin tim. Vetëm të shpëtonte atë. Kisha tim shoq një shpatull të fortë, ku mbështeta fort, ku ngushtonim njëri tjetrin. Shpirti më dhimbte. Ndjesha e pafuqishme përballë gjithë kësaj gjëje. Dhe ende ishte gjithçka në fazën e një dyshimi, sepse vajza ime nuk ka të kurrë diçka malinja. Por ka një sëmundje të rrallë në një organ që dyshimet të Conit mendonte ishte një suspekt. Por fakti që Conin dhe deri në numërimin e ditëve të jetës saj, mua më shkatroi. Mezi prisja që ajo të flinte, që unë të derdhesha në lot. Ajo flen me duar të palosura, dhe unë ja të shpalosja duar sepse në imagjinatën time vijnë mendime të tjera që s'do doja kur t'i përjetoja, as t'i mendoja. Para njerëzve nuk e pranova kur atë që u tha, që thuaj. Ndërkohë brenda vetes patjetër që kisha filluar të pranoja që ndoshta edhe mund të ndodhte ashtu. A i ke gjykuar ndonjëherë mjekët që pa pasur një diagnozë përfundimtare të paracaktuan se fati dhe jeta e vajzës mund të ishte? Mjeku në momentet vështira të jetës tonë të bëhet Zot dhe Perëndi. Ne presim vetëm një fjalë të mirë nga ata, por ndoshta mënyrën se si mund transmetojnë gjërat nga ai mjek, po e kam gjykuar. Analizat edhe diagnozat e mëpasme vërtetuan të kundërtën. Ndryshuan. Faktikisht dhe mjekët nuk kishin faj sepse të gjitha analizat dhe dyshimet që të çonin në këtë diagnozë ishin në limitet e tyre. Çfarë ndodhi me vajzën më pas? Trajtime të gjata, vizite të gjata, kontrole të gjata brenda dhe jashtë vendit. Dhe kjo periudhë gjati disa muaj. Dhe mendoj që dita që ne patëm rikontrollin e radhës, ku na konfirmuan që vajza nuk kishte diçka malinje, nuk kishte një tumor. Ndoshta ishte edhe më e bukur se dita që e linda. Deri ditën që e linda unë nuk e dija si ishte të jetoja me të. Por tashmë unë nuk mundja të jetoja pa ta. Ky makt mbaroi pavarësisht se vajza u diagnostikua me një sëmundje autoimune, e cila do ta shoqëroj për gjatë gjithë jetës, por gjithmonë në kontrollin e mjekëve. Gjë që si rrezikon jetën as pak. Fatmirësisht. Ky makt mbaroi. Fatmirësisht. Ky makt mbaroi, por erdhi një tjetër. Ndërkohë unë kisha filluar të kisha dhimbje të forta koka, por nuk kisha kohë të mendoja për vete. Pas shumë vizitash, ekzaminimesh, analizash, testimesh, më zbulohet një diagnozë goxha e rrallë për moshën time në kokë. Provuam ilaçe, provuam mjekime, ndryshuam mjekime disa herë, të cilat nuk rezultuan suksesshme. Diku në një spital shumë të mirë në Europë, më thanë që të filloja morfinat, mos të operohesha sepse ky ishte fati im. Të çuan tek morfinat sepse sipas tyre ti kishe një fund të paracaktuar dhe nga ana tjetër kishe dhimbje të forta. Çfarë ndodhte me ty në atë periudhë? Nëse mund na i përshkruash gjendjen. Kishte dhimbje të forta që s'më lejonin të pija ujë, të haja, të pija, të flisja, sepse provokonin dhimbjet. Dhe sipas mjekëve jashtë nuk kisha një përqindje shumë të ulët që t'ja dilja këtij operacioni. Por doktori që mua më kishte ekzaminuar më dha një siguri që në vizitën e parë, dhe mbaj mend që në vizitën e parë unë atij kanë thënë në ditë që ti do më shpëtosh. Unë nuk arrija të flisja, unë shkruaja dhe ai përgjigjej. Një sëmundje shumë e rrallë në fakt për moshat e reja.
Për moshat e reja, po. Për zakonisht gratë menopauzë sipër. Dhe më pas ti i besove fjalës së mjekut i cili të diagnostikoi? Nuk i besova, unë i kërkova të më operonte. I thash ka dy rrugë, të vdes ose të jetoj. Por nëse unë filloj morfinat, unë maksimumi do të jetoj 6 muaj. Nëse unë operohem, paktën do them e provova dhe këtë. Fëmijëmi ishte kundër këtij operacioni. Unë firmosa vetë, Firmosa mora vet. çdo vendim vetë. Po, E mban mend ditën para ndërhyrjes për jetimet? patjetër. Kisha dhimbje shumë të forta. Unë bëja shumë qetësues në ditë. Transferohem tek prindrit e mi. Nga pasqyra në dhomën ku unë qëndroja, shikoj tek sa qanin prindrit e mi, të gjajnë tim. Kam marrë 2 ampulla qetësues shumë të fortë dhe i kam për vetë në muskull. Dhe jam ngritur, unë operohesha me datë 1 dhjetor, jam ngritur dhe kam kërkuar të vendos bukurimet e vitit të ri. Doja të sille pak besim tek ta, doja të sille pak forcë tek ta. Frida, ka edhe një detaj tjetër që ti e ke treguar gjatë rrëfimit, paraprakisht për historinë tënde, transformimi fizik që ti përjetove për gjatë sëmundjes, një tjetër anë që ti e ke vuajtur shumë. Unë mora shumë pesh, edhe 180 kg. 180 kg. Pas operacionit, unë një pjesë preu mjeku, një pjesë unë gjitë nga mjekimet dhe detyrova t'i prisja flokët. Shumë njerëz më thoni që do shkojnë flokët e shkurtra, ndërkohë mua kjo më dhënte, sepse flokët edhe për mua si që vajzë shqipita ime dobët, unë i kam patur shumë të bukura. Më dhënte jo për faktin që kisha humbur flokët. Atëherë mua nuk kishin rënë flokët, por i kisha prerë, sepse më kujtoni gjithçka kisha kaluar dhe refuzoja nga njerëz të dëgjoja sa të shkojnë flokët e shkurtër. Kthehemi pak tek momenti pas ndërhyrjes. Fakti që je këtu do të thotë që ndërhyrja ka rezultuar e suksesshme, por çfarë ndodhi? Sot jam shumë mirë. Fatmirësisht. Pas ndërhyrjes, një viroze akuta, me zbreta vitin e ri atë vit, dhe të ishte dy suksese shumë të mëdha. Faktin që i më bishte mirë dhe unë kisha kaluar një operacion të vështirë dhe nuk kisha absolutisht asnjë problem. Unë ngrita në këmbë me njëherë pas ndërhyrjes, pas 24 orësh. Patjetër me vështirësi. Pas një operacioni që duhet ta theksojmë Frida që ka zgjatur rreth 9 orë. Po. Një operacion shumë i vështirë në kokë. Eksakt. Të nesër më nisha patjetër me një suport, por isha në këmbët e mia. Çesha vetë për nevojat e mia, ushqesha vetë dhe ishte luksi më i madh që mund të pija ujë përsëri. Dhe unë mund të flisja përsëri dhe unë mund të rikthehesh në shtëpi për t'ju bashkuar familjes dhe për të festuar, le të themi, dy gëzimet e mëdha të triumfit të jetës. Por si ishte e thënë, në 30 dhjetor i me mbi vazhdet kishe një temperaturë, në 31 dhjetor në drejtohemi në urgjencë, ishte një virozë akute që i me mbi duhet shtrojë në spital. Dhe kalojmë përsëri vitin e ri në spital. Vit që mezi kisha pritur ta largoja. Fizikisht e përballoje dot, Frida, duke qenë se kishe pak kohë që kishe dalë edhe ti nga një ndërhyrje shumë e vështirë. Fizikisht duhet ta përballoja, sepse unë tashmë isha rikthyer dhe me bi kishte nevojë për mua. Dhe ajo është mbi çdo gjë. Qëndruat për gati 2 javë në spital. Gjatë kësaj kohe mua më prish gjumi. Dhe unë mendova se paratja fizike, kushtet spitalore, dhe unë me si prita të vija në shtëpi që të bëja një dush edhe të flija. Imi kthyer rreth mesit janarit në shtëpi datës 12-13 janar dhe pas një dushi përditëm në krevat atë pas dite dhe gjithë natën dhe unë nuk fjeta. As natën e dytë, as ditën e dytë, as të tretën, as të katërtën, as të pestën, për gati 4 muaj me radhë. Po si është e mundur? Nuk ke fjetur fare as le të themi për segmente të shkurtra kohore, 1 orë, 2 orë? Fare. Po a është e mundur të jetojë një njeri pa gjumë për 4 muaj radhësi? Si ke mbijetuar? Njihen si fenomena post-operative. Jona? Po. Njihen. Ndodh janë shumë të rralla, por ndodhin sepse Frida deri tani sa ka ndarë dhe kuptoi përballjen e vazhdueshme me sëmundjen, me vështirësitë që i hapen sërish nga një trup në një tjetër, në këtë rast kemi vajzën dhe trupin e saj, dhe kjo ndryshe quhet një traumë kronike.
Që thotë je në përballje të vazhdueshme me frikën e sëmundjes edhe shqetësimit që shfaqet në trup. Pagjumësia është një nga efektet e traumës që ndodh. Pagjumësia e nivelit të tillë tregon se sa trupi ka rezistuar, sa ka mbajtur dhe që e bën të pamundur pushimin normal. Ndodh një efekt i tillë. Unë doja shumë ta dëgjoj se çfarë ka ndodhur më shumë për të arritur më pas edhe në një ide. Po Frida, si e ka përcjellë ti këtë moment? A kërkove, a u drejtove ndonjëherë tek specialistët, tek bluzat e bardha për të kërkuar ndihmë? U drejtova tek një mjek psikiatër i cili më përshkroi shumë ilaçe. Ndërto një ilaç që unë njeh dhe që krijon të varësi, dhe nuk doja të isha një njeri varur nga asgjë. Nuk doja që jeta ime apo mendja ime të varej nga disa medikamente. Dhe mendoj që ndoshta nuk e kisha planuar akoma që kisha po bëja një luftë me shëndetin mendor. Dhe unë refuzova ato mjekime. Po ti brenda vetes tënde nuk e ndjeje që kishe nevojë të ndihmohesh sepse situata po bëhej vërtet kritike. 4 muaj pa gjumë. Është pa imagjinueshme. Unë kam vajtur te psikiatri kur kam qenë rreth muajit të dytë pa gjumë. Fillova të kërkoja një mënyrë si të vetëshërohesha. Fillova të lexoja ndoshta autor që si kisha lexuar kurrë më parë. Zgjodha të lexoja libra të vështirë që unë të ngarkoja trurin. Dhe kjo ishte një metodë vetëshëruese. Të ndihmoj? Pas 4 muaj unë arrita të dremisja. Ime më kërkon që unë të shkoj në një psikolog. Dhe unë kam ndruar 7 psikolog. Kam vajtur në 7 psikolog të ndryshëm deri në momentin që unë gjeta komfortzonën time. Sepse kur ta që në fund të seancës më duket sikur nuk doni të shëroni traumën dhe dhimbjen time, por për ta isha thjesht një klient më tepër. Po çka son do e paguaja vizitën. Me sa duket nuk ka gjetur kuptimin. Që ne themi shumë. Ndoshta nuk kam gjetur në radin time. Frida, kam një ndërhyrje të të vogël për pjesën e pagjumësisë 4 muajve që ti ke qëndruar pa gjumë. Çfarë ndodhte me ty gjatë natës? Kur të tjerët flinin, ti çfarë bëje? Unë qaja, qeshja, ulërisja, trëmbesha. Kisha makthe, më bëshin disa jetës zese, si kur do më kollaboroni në ulërisja. Shpesher nuk e jatim shoq të futej në shtëpi sepse doja të isha vetë. Largova të më bi nga shtëpia. Praktikisht edhe halucinacione. Ishte shumë e vështirë si periudhë. Pjesa e shfaqjes së tyre lidhet shumë me pagjumësinë, patjetër se truri ka humbur gjitha rezervat e energjisë dhe fillon pastaj të prodhojë dhe skema. Fillova nga një vajzë që kujdesesha në detaje për veten. Fillova mos të kisha as kujdesin, as higjienën time personale. Mos kujdesha se isha për asgjë dhe për askën. Të refuzoja çdo këmbë, vinte më pas dere dhe unë nuk i hapja derën. Mbaj mend një ditë që ka ardhur me bi këtu, ka kërkuar të përqafoj dhe unë e kam shtyr fort. Unë mbaj mend, më saktë që më thot vajza ime, unë nuk e mbaj mend se sekuencë të gjë. Vajza ime më thot unë qava dhe ty s'të bëri përshtypje sepse ti më shtypa aq fort sa më ursova. Jona, çfarë i ka ndodhur Fridës? Dhe sa të rrezikshme janë halucinacionet apo qoftë edhe krizat e saj të pagjumësisë në rast se nuk trajtohen? Tani Frida, patjetër që nisur nga këto ngjarje një pas njëshme, siç e tham, janë traumatike. Ka ndodhur që është vendosur në ato që quhet modalitet mbijetese. Pra shtyn deri në fund veten e saj, në gjitha energji që mund të kenë mbetur, të jetë në atë rolin që e ka vënë, të jetë si nën, të jetë si bashorte, të jetë si vajzë. Po gjitha këto role kanë qenë të pamundura të mbahen. Dhe gjithë ato përgjegjësi që ajo i ndjen dhe i ka dëshirë t'i bëjë, nuk është se është e detyruar, por sidoqoftë është një angarkesë shumë e madhe dhe vetë përballja nga ana tjetër me sëmundjen. Dhe çfarë do thotë të vendosësh Unë mendoj që humba veten. Modalitet. Unë humba veten në atë periudhë. Po. Dhe ishte lufta më e madhe. E kuptohesh, Njeriu mund të ketë në jetë humbasësh veten dhe të bëj luftë për të rigjetur atë. S'ka lejuar Frida, nuk ka lejuar ty ajo pjesa e sëmundjes, le të themi që të kesh pasur mundësinë që të arrish një periudhë qetësie apo jo. Prankalimin nga sëmundja e vajzës më pas se sëmundja jote, pra përballja në vitin e ri, gati një përshkruajtje, një periudhë që frike. Nuk e di sa është shqetësuar. Edhe pse ishte asgjë serioze. Edhe pse ishte asgjë serioze, ishte thjesht një biroz akuti që duhet trajtuar. Qartë, po. Spital. Trurja mban mend. Ti ke qenë ngarkuar me dy ngjarje shumë të rënda. Unë edhe sot kur shkoj në spital trembem, kam frikë. Sepse përgjithsohet frika që ti ke kaluar dhe
mendja jote nuk do që ta përjetoj sërish. Për këtë arsye ndodh. Pjesa e halucinacioneve që pyete Elona është fakti që ti kur je pa gjumë, normalisht truri e tham ka kaluar në një lloj mënyre stopimi dhe energjia që ti mund të jetë një mekanizëm vetë mbrojtës? Është edhe mekanizëm vetë mbrojtës, domethënë sepse frikrat, ato pasiguritë, ato që trupi jon i percepton, i nxjerr edhe aty në momentin që ajo shikon. Janë të gjitha këto simptoma të rrezikshme nëse nuk trajtohen jona? Patjetër që po, janë të rrezikshme sepse gjithmonë thellohen deri në nivel sa pastaj fillon të i beson. Këto janë të trajtueshme, që do thotë në momentin që sëmundja kalon, ti fillon merresh pak me shëndetin mendor. Në atë aspekt fillon edhe trajtohet pagjumësia, fillon trajtohet edhe pjesa e simptomave që dalin nga pikërisht nga pjesa e pagjumësisë, jo më nga trauma. Pra njëra sjell tjetrën. Trauma pagjumësia halucinacionet edhe prishjen e jetës. Ka kaluar një situatë vërtet të rënduar Frida, por për të paralajmëruar pak edhe shikuesit, dua të them që Frida është vetëm në mesin e rrëfimit të historisë së saj. Frida, çfarë ka ndodhur më pas në jetën tënde pasi u përballe me këto problematika të shëndetit mendor? Dhe të cekja dhe mbështetjen që kisha nga im shoq, në padjenin time, kishin instaluar disa mini kamera nëpërmjet të cilave më shikonte, tek që në rast se do ndodhte diçka të më vinte në ndim. Por kjo nuk isha në mendimet e mia, sepse unë jam njëri që e dua jetën dhe luftoj për të jetuar. Dhe si një dhuratë që na është dhënë vetëm një herë, paska se mua më është dhënë mundësia 3 herë për të jetuar. Pas 4 muajsh ndjeva që dërmita dhe mora gjithë njerëz në telefon, unë fjeta. Mund të ndërmitur rreth gjysmore, por ndjeva një çlodhje trupi, një çlodhje truri, ndjeva dëshirën për të bërë një banjë të ngrohtë, po. Thuajse mes atij viti më shoq godita të rënd nga një sëmundje në kokë. Dhe aty unë mba busullon, mba të krahun e fort ku mbështetesha. Duhet kaloni 72 orë që mjeku të thoshe ishe në rrezik apo jo. Kur kisha ti në bismur, me ngushlloni njëri tjetrin. Kur isha unë smur e kisha të fjalën e ëmbël të dorën e ngrohtë. Një goditje në tru, një operacion i radhës në zemër, se ditë më bon në koma. Kur kish normal të dëgjoja zërin e tij dhe hapja WhatsApp-in për të dëgjuar vojset që i dërgojnë njëri tjetrit. Lutesha paçka se unë humba besimin në Zot, Zoti më ka harruar. Më ka sjellë këtë botë, më ka harruar sepse nuk gjej dot një shpjegim tjetër. Pse po ndodhin gjitha këto gjëra njëra pas tjetrës. Unë lutesha. Të lutem lëre pa këmbë, pa duar, pa gojë, vetëm tjetë, furnoj, të shoh, të prek. Do bëhem këmbë e duar për të, do bëhem sy e gojë për të, vetëm tjetë aty të shoh, të prek dhe unë do marrë fond. Prita shumë gjatë për një fjalë të mirë dhe mjekë. Para mikëve, qaja, ullërisja. Të lutem shpëtojeni disa muaj të gjatë derisa e ka dhe rreziku për jetën. Pra, bashkëshorti yt qëndroi 72 orë në gjendje kritike për jetën derisa mjekët i dhanë shpresë pas goditjes në kokë. Dhe më pas, minjëherë duhet të nënshtrojë një ndërhyrje në zemër sepse zemra ishte dëmtuar pas goditjes në kokë. Edhe operacioni në zemër rezultoi shumë kritik sepse ai mezi doli nga gjendja e komës, qëndroi 4 ditë. Ish normal të shesu të bukur, të gjoj zërin më të prekja dorëve, putë të ishte ftohtë, të vështira. E vuajti, e përjetoi vajza këtë ngjarje? Të gjitha ngjarjet i ka përjetuar vajza. Dhe kur më shikonte mua me lipje, edhe kur nuk fliste dot me babajnë e saj, dhe ajo realisht është më e lidhur me babajnë e saj, ajo fliste me një bluzë të babajt e saj gjatë atyre javëve muajve që ne kishim në shtëpi. Për të dalë pak nga gjendja, Frida, sepse kuptoj se sa e rënduar je. E mban mend momentin kur mjekët të dhanë lajmin që bashkëshorti doli nga koma? Isha aty 4 ditë me radhë përballë derës reanimacionit. Dera hapen e mbyllën dhe i shoq ishte në rëmbëdhjen e emergjencës. Edhe unë kërkoja informirën të lutem lëre një hapur të shikoj një çik. E të qëma mjekët që thanë të del nga koma. Lutjet e tua morën një përgjigje, Frida? Se morën përgjigje përsëri lutjet e mia.
disa muaj më vonë, rreth një vit e pak më vonë, unë së mure përsëri. Një tjetër moment i vështirë prek familjen tënde, pas sa kohësh ndodhi që u sëmure 2 përsëri? vite gjysmë pas herës së parë. 1 vit e gjysmë. Diagnoza këtë herë ishte? 2 e gjysmë, e njëjta. E njëjta. Kontratim nervash neuralgjik trigeminale. Në anën tjetër të kokës, në anën e djathtë. E përjetove njësoj, përsëri, të njëjtat kriza, të njëjtat dhimbje? Po, njëjtat krizat, njëjtat dhimbje. Megjithse kisha dhe më frikë një operacion i dytë. Si do isha, a do kisha ndonjë problem fizik, se patjetër një operacion i dytë në kokë nuk është lehtë. E mbaj mend që gjë e parë që kam bërë pasi më ka dalë, pasi jam zgjuar, jam tentuar të lëviz këmbën dhe pse i kisha të mpira. Kam munduar të lëviz duart dhe pse i kisha të mpira pas orëve të gjata të operacionit, për të kuptuar që a jam mirë fizikisht. Jam munduar të kujtoj të gjithë njerëzit e mi për të kuptuar se si unë kisha mendje. Dhe pastaj i kam të vrap vetës dhe jam ngritur në këmbë njëherë. Jo atë ditë, sepse patjetër, po të nesme përsëri në këmbë. Frida, çfarë të shtynte të kishe gjithë të forcë? Dashuria për jetën, dashuria për vajzën time, dashuria për tim shoq, dashuria për prindrit e mi, dashuria për vllajën tim që e kisha larg prej vitesh dhe erdhi ato ditë, u kthye pas shumë vitesh. Unë e dua jetën, e ceka dhe më herët. Dhe unë mendoj që kur nuk lejova kafshërinë dhe ignorancën mashkullore të më nënshtronte, të më smundonte, sëmundjen që kisha një aleat të fortë, një mjek shumë të mirë në krah, nuk mund ta lija të më nënshtronte. Shiko, mua ndoshta jeta më dha mësime që nuk i kërkova. Më bëri të kuptoja që kisha një forcë që s'do doja ta kuptoja që e kisha, por ama unë sot jam më e fortë. A kisha momente që humba veten, patjetër. A kishte momente që rash, po kërkova të lloj ngrihesha, nuk njeh vend që rash. Unë mendoj që një grua në momentin që ka rinë të sjellë në jetën, të përjetoj dhimbjet e lindjes dhe të sjellë në jetën, mund të bëj çdo gjë. Dhe më tremb fakti që sot shikoj vajza që qajnë, sepse jam ndarë nga i dashur, jam ndarë nga një partner i tyre, sepse ndoshta i gjej një rrugë të lehtë për të fituar mbi një dhimbje momentale. Nuk arrit ta konceptoj dot. Sa më e fortë jetë gruaja, aq më e fortë është një familje. Ndoshta po dukem egoiste, po modeste nuk jam. Unë mendoj që sot kam familjen që dua, sepse unë rrezikova të ngrihesha si ajo bebja që sa po ka marrë këmbën dhe të eksploroj rrugën dhe këmbët e tij dhe të shohë si është të ecë. Unë kërkova të eksploroja frikën, dhimbjen, sfidën, frikën e humbjes, që është frika më e madhe që njeriu mund të ketë. Frida, si je sot? Si je sot me shëndet? Si je sot emocionalisht? Si është sot shëndeti yt mendor? Unë sot jam shumë mirë, për gjej veten time, kam rifilluar punë, patjetër jo në call center, se nuk mund të punoj në call center. As në gazetari besoj. Unë gazetarinë kam lënë që kur isha studente, punoj në një parukeri, merrem me gjëra të bukura, bëj vajza të bukura. Një gjë pasioni kur më isha në gjimnaz, një kurs që bëra atëherë. Po, e gjej veten, sepse mua pëlqen e bukur, është shumë e mirë. Më pëlqen të jem në komunikim me njerëzit. Po pres vitin e ri për të bërë një dolli për veta. Kur të trot kas 2026, unë do të bëj gëzuar për veten time, për familjen time dhe me familjen time. Nuk dua të kem sfida të tilla më, por ndjej që jam gati për të përballuar çfarë do lloj gjëje dhe për t'ja dalë sërish. Pa diskutim që doja dalësh, keni kaluar sfida dhe jeni sprovuar me vështirësinë më të madhe që njeriu mund të provohet në jetë, që është shëndeti, të treju në familje, dhe ja ku je sot duke treguar historinë tënde. Patjetër që do kem vështirësi në jetë, patjetër që do kem probleme, por kam një lloj ndjesie që ditë të bukura më presin. Absolutisht. Nuk e di. Ndoshta ju po flisni me personin më egoist, po modeste nuk jam.
Nuk e di pse e cilëson veten egoiste, sepse vetëm egoiste nga paktën këto që dëgjuam nuk je. Egoiste në sensin që them unë ja dola, unë munda, unë ja bëra. Unë jam egoiste Frida, për të dalë, por nuk dua që egoja ime të prek dikë tjetër. Frida, mendoj paktën se ke një lloj aftësie që ne i themi reziliencë ose se si ne përballim vështirësitë. Dhe këtë lloj aftësie mendoj se ose ke të lindur vetë si natyrë, ose ai momenti që ti the në fillim fëmijëria, që përshkove se sa mirë e kaluar, të ka mbushur më shumë jetë dhe më dashuri për jetën që ti e the deri më tani. Shumë detaj interesant. Pra, diku buron ajo. Unë mendoj që e kam të lindur. Njerëz që më thonë që e kam gjenetike nga dikush i familjes time. Mendoj që e kam të lindur të ushqyer dhe të trajtuar. Unë jam e mendimin kur dikush mundet, pse nuk mundem unë. Atë më kujtohet një shprehje gjyshit tim që thoshte njeriu i fort ka sfida, njeriu të dobët çdo t'i jap jeta dhe Zoti. Dhe unë të që përdorja kështu, e rikujtoja dhe jepja forcë vetes. Është edhe një shprehje tjetër që thon një shprehur që thon Zoti të vë mbi shpatulla aq sa mund të mbash. Dhe besoj dhe ti e ke treguar që ke qenë mjaftueshëm e fortë për ta përballuar. Sfidën tënde të bashkëshortit. Pa diskutim të vajzës. Kisha goxha kilogram mbi vete për të mbajtur peshët. Autoironi. Okej, të është një autoironi për veten time. Po, Zoti më dha shumë, Zoti s'pas ka shkalluar. Zoti më pas ka provuar, dhe pas ka provuar çfarë unë meritoj dhe jo. Dhe unë meritoj ta kem familjen që aq shumë e ka më ndërruar që fëmijë. Unë doja që Frida me këtë pasion që flet për jetën edhe se si shikon vështirësitë është tamam ajo dëshmitarja e jetës, edhe një leksion shumë i madhe për të gjithë ne, për mënyrën se si ti ke përballuar. E përmendi Frida, edhe vet pak më përpara, kur shikon të rinjët e reja që ankohen për gjëra që ndoshta mund të konsiderojmë edhe vogëlirat e jetës. Ndoshta është mirë të dëgjojnë këtë histori dhe të kuptojnë vërtet vlerën e jetës. Duke qenë se jemi në atmosferë festash, sapo kemi kaluar edhe drekën e Krishtlindjes, një urim. Krishtlindje të bardha, të bukur, pra, një vit të ri të mbar, për çdo kënd që ndjen që është i vetmuar, që ka një luftë me shëndetin, që ka një luftë me veten. Për çdo kënd që ka nevojë ndoshta për të ndjerë më i gjallë në jetë, më i ri, më i fortë. Unë mendoj që forca është fshehur aty brenda gjithë secilit. Qeshni sa më shumë sepse gjithçka e keqe ka frikë nga gëzimi, nga hareja, nga buzëqeshja, nga lumturia. Mos u merrni me vogëlsira. Punë e madhe se nuk morët një provim. Punë e madhe se u ndat ka një partner. Përqafojni fort të dashurit tuaj, qofshin ato prindër, vëlla, motër, bashorte, nuk i dihet se çfarë sjellë nesërmja. Por dhe nëse ajo nesërmja nuk do vjen ashtu siç ne e duam, luftoni fort sepse humbjen e keni në xhep. Luftoni për të fituar dhe gëzuar. Frida, faleminderit, shumë faleminderit për këtë rrëfim kaq të ndjerë dhe që e përmbyllemi me një mesazh vërtet kuptim plot. Falënderime nga zemra dhe të përcellim edhe ne një gëzuar për ty dhe për të gjitha sfidat që ti ke të kaluar mbi jetën. Faleminderit gëzuar për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen. Faleminderit shumë Frida. Faleminderit. Vazhdoni të na ndiqni, ne do të takohemi pas pak me